Do doja shumë të dija dhe për ata që janë të interesuar të aplikojnë. A ka pritje, a gjendet orari shpejt? Për shembull tash ka pushim 2 muaj shkollat, mundet një adoleshent që po bëhet gati për shkollën e mesme me ardhmë mësu anglisht. Vetëm ta qartësoj fillimisht se më herët thamë që punojmë kryesisht me mosha madhore, ne punojmë edhe me fëmijë, po edhe fëmijët duhet të jenë individual ose çift. Pra na thjesht nuk punojmë me grupe të mëdha, edhe me libra. Për ndryshe, gjitha grup moshat i pranojmë, edhe qoftë edhe fëmijë. Tash është sezoni veror, edhe pushimet verore të studentëve veç fillojnë, edhe na kemi orare pak më shumë të lira gjatë sezonit verës, edhe gjithashtu ofrojmë edhe zbritje. Ata që nxojnë zbritjen do të thotë ofertës verore, vazhdojnë edhe me atë zbritje, se nuk i ndrojmë çmimet klientëve. Vazhdon nëse rrin edhe një vjet, ai rrin me zbritje. Në momentin që e kap ofertën me zbritjen korrekt edhe ngusht, ai vazhdon do të thotë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë qëndrimit tim kurs te na, vazhdon me atë zbritje. Për ndryshe oraret më të ngarkuara janë në intervalin e masdites, ku gjithë vinë mas orarit punës. Po gjithë ata që janë të interesuar do të thotë kanë verën si një shans të artë edhe që është pak më qetësi në shkollën tonë, edhe që kanë zbritjen, edhe mundin me vazhdu atyre për gjatë gjithë kohës me zbritjen që veç e kapin fillim.